Një mëngjes të ftohtë dhjetor, ai mori një telefonat për një zjarr masiv ndërtesash, Sterling Tech. Ndërsa zjarrfiksit e tjerë hezituan për shkak të flakëve të forta, Mike vrapoi brenda sapo dëgjoi britma nga kati më i lartë. Përmes tymit të dendur dhe mbeturinave që binin, ai gjeti Sarën, e cila ishte bllokuar në një trat të rëndë. Megjithse ndërtesa po shembej, Mike qëndroi me të duke i folur qetësisht ndërsa punonte për ta liruar. Ai arriti ta nxirrte në siguri vetëm pak sekonda para se dyshemeja të shembej. Mike pësoi djegjet të rënda dhe thithje tymi duke çuar në spital për javë të tëra. Pa e ditur ai, ky akt trimërie do ta çonte drejt një takimi që do t'ia ndryshonte jetën në mënyra që nuk mund t'i kishte imagjinuar. Mike Anderson parkoi Hondën e tij të vjetër Civic në parkingun e stacionit të zjarrfiksve. Ishte ora 6 e mëngjesit dhe turni mëngjesit sapo do të fillonte. Kolegu i tij Tom ju afrua me një filxhan kafeje në dorë. "Natë vështirë me Emilin?" e pyette ai duke ditur për problemet shëndetësore të vajzës së Mike. "Po, temperatura e saj u ngrit përsëri. Ilaçi i ri nuk po funksionon aq mirë sa shpresonim," tha Mike duke fërkuar syt nga lodhja. Mike kishte 3 muaj që punonte turne të dyfishta. Vajza e tij Emily kishte një sëmundje të rrallë autoimune që kërkonte trajtime të shtrenjta, të cilat sigurimi mbulonte vetëm pjesërisht. Në moshën 12 vjeçare, ajo kishte kaluar më shumë kohë në spital se sa në shkollë. Briefingu i mëngjesit u ndërprer nga alarmi i emergjencës. Radioja e dispatcherisë krisi. "Të gjitha njësitë, përgjigjuni, zjarri madh i raportuar në ndërtesën Sterling Tech, 425 Madison Street. Shumë njerëz të bllokuar brenda. Brenda pak minutash 3 makina zjarrfikse u nisën me shpejtësi nëpër rrugët e Bostonit. Nga bllogje larg, Mike mund të shinte tymin e zi të trash, ndërsa ishte një strukturë moderne për xhami me flak të dukshme nga kati i 8. Shefi Rogers mblodhi ekipin. "Zjarri ka filluar në katin e 6, evakuimi i ndërtesës është në proces, por kemi raporte për njerëz të bllokuar në katet e sipërme." Mike dhe ekipi i tij u përgatitën shpejt. Nxehtësia ndihej fort edhe nga toka, ndërsa hyrë në ndërtesë, dukshmëria ishte dobët dhe tymi u diçte syt. Pavarësisht pajisjeve mbrojtëse, kati i 3 i pastër, krisi radioja, kati i 5 i pastër, raportoi një ekip tjetër. Mike dhe Tom mund qitën drejt katit të 8. Temperatura po rrite në mënyrë të rrezikshme. Pa pritur një zë i mekur u dëgjua mes flakëve. "Dikush është ende këtu," tha Mike përmes maskës së tij. "Mike, struktura po bëhet e paqëndrueshme, duhet të dalim," e paralajmëroi Tom, por Mike tashmë kishte lokalizuar burimin e zërit. Në një zyrë, ai gjeti një grua të bllokuar në një trat të rrëzuar. Kostumi i saj biznesi ishte mbuluar me blozë dhe një prerje e vogël në ball i rrith të gjak. "Unë jam Mike nga departamenti i zjarrfiksëve të Bostonit. A mund të lëvizësh?" "Këmba, nuk e ndjej," u përgjigj ajo me një zë të dobët. Ndërsa lëshoi një zhurmë kërcënuese. "Mike, dilni që aty tani, dyshemeja poshtë jush po fillon të shembet," erdhi zëri i Tom përmes radios. "Ka dikush këtu. Më duhen 5 minuta," u përgjigj Mike. Ai analizoi shpejt situatën. Trau ishte i rënd, por ai mund ta ngrite mjaftueshëm sa ajo të zvarrite jashtë. Tymi po bëj gjithnjë më i dendur. "Do ta ngre këtë tra, kur ta bëj dua që të zvarritesh jashtë. A mund ta bësh?" Ajo tundi kokën duke u kollitur. Mike u pozicionua dhe ngriti me gjithë forcën e tij. Gruaja u tërhoq me mundim duke u liruar nga rënojat. Pa hezituar, Mike e mori në krah. Rruga e kthimit ishte një mjegull tymi dhe zjarri. Mushkërit e Mike digjeshin, por ai vazhdoi të ecë. Arritën të shkallët në çastin që një kris më e fortë u shtoi pas tyre. Një pjesë e katit u shemb. Jashtë, paramedikët nxituan për ta ndihmuar gruan, ndërsa Mike u rrëzua në tokë. Syt u errësuan dhe zëri i fundit që dëgjoi ishte ai Tom që thërriste emrin e tij. Mike u zgjua në i dhom spitali. Tingulli i monitorëve mbushte heshtjen. Fyti i duke i thatë si letër zmerile dhe krahërori e diqte me çdo frymëmarrje. Një infermiere po kontrollonte shenjat e tij jetësore. "Sa kohë kam që jam pa ndjenja?" pyeti ai me një zë të ngjirur. "Rreth 2 ditë, thithja e tymit ishte e rëndë," u përgjigj infermierja. "Vajza ime ka pyetur për mua?" Mike u përpoq të ngrihej, por dhimbja e djegjeve në kurriz dhe krah e bëri të përpolite. Doktor Martinez hyri në dhomë për ta kontrolluar. "E pasur shumë fat, Mike. Disa minuta më shumë atje dhe do të kishe qenë shumë më keq,"
tha doktori. Mike mendoi për Emilyn. Ajo duhet të ishte shqetësuar për të. Ish gruaja e tij Susan, po kujdesej për të, por ai e dinte se faturat mjekësore po grumbulloheshin për të dy. Pas dite, Tom e vizitoi. I gjithë departamenti po flet për atë që bëre. Shefi tha se ishte gjëja më e guximshme dhe më e marrë që ka parë në 20 vite. Ajo, gruaja, a është mirë? Pyeti Mike. Po, është në spital gjithashtu. Ka disa brinj të thyera dhe thithje tymi, por do të shërohet, dhe ka dikë që dëshiron të shoh. Tom hapi derën dhe një grua hyri brenda me hapa të kujdesshëm. Ishte ajo, gruaja që ai kishte shpëtuar nga zjarri. Tani e pastruar nga bloza dhe me një fasho të bardhë mbi ball, ajo dukej shumë ndryshe nga gruaja e tmerruar që ai kishte gjetur mes flakëve. Zotja Anderson, zëri i saj ishte i butë me një nuancë mirënjohjeje dhe ndrojtjeje. Mike u përpiq të ngritte kokën. Më thirr Mike, ajo buzëqeshi lehtë. Atëherë, unë jam Sara Kensington. Mike ngriti pak vetullat. A je njinte atë mbiemër? Kensingtonët ishin një nga familjet më të pasura në Boston. Më vjen keq që të vizitoj në këtë gjendje, por duhet të falenderoja personalisht. Ti më shpëtove jetën. Mike lëvizi pak duke ndjerë një dhimbje therrse në bri. Është puna ime. Jo, ishte shumë më tepër se kaq. Të gjithë më kishin braktisur, por ti nuk e bëre, dhe unë dua të të ndihmoj. Mike ngriti syt me habi. Të më ndihmosh? Sara ul në karriken pra shtratit të tij. Dëgjova për vajzën tënde, Emily, për trajtimet e saj. Unë dua të mbuloj të gjitha shpenzimet mjekësore të saj. Mike e shikoi pa fjalë. Ti, çfarë? Nuk mund të lë një njeri që rrezikoi gjithçka për mua të përballet me këtë i vetëm. Unë kam mundësinë të ndihmoj dhe dua ta bëj. Mike ndjeu një ngushtim në fyt. Ai kishte kaluar muaj të tërë duke luftuar, duke marrë turne të dy fishta, duke bërë gjithçka për të siguruar kujdesin e Emilys. Dhe tani, dikush që ai mezi njinte, po i ofronte një ndihmë që ai as nuk e kishte ëndërruar. Nuk di ç'të të them, tha ai më në fund. Sara buzëqeshi. Thjesht thuaj po. Mike pshërëtiu thellë dhe për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë, ndjeu sikur një barë e rëndë ishte ngritur nga shpatullat e tij. Ndoshta pas gjithë sakrificave, kishte ardhur momenti që dhe ai të merrte pak ndihmë. Ditët kaluan dhe Mike filloi të shërojë gradualisht. Emily nisi trajtimin e saj të ri në qendrën mjekësore të financuar nga Sterling Tech dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Mike pa vajzën e tij me një shkëlqim shprehse në sy. Sara e vizitonte shpesh duke sjellë lajme për përmirësimet dhe trajtimet e Emilys dhe duke ndarë histori për projektet e reja të Sterling Tech. Ata u bën miq të afërt edhe pse vinin nga dy botë krejt të ndryshme. Një ditë ndërsa pinin kafe në një kafene pranë spitalit, Sara shikoi Mike-un me një shprehje serioze. Kam një propozim për ty. Mike vuri filxhanin në tavolinë. Më trego. Dua që të punosh me mua në fondacionin ton për të ndihmuar fëmijët me sëmundje autoimune. Ti ke përjetuar nga afër vështirësitë e këtyre familjeve. Askush nuk mund t'i kuptojë më mirë se ti. Mike u ndal për një moment. Jeta e tij kishte qenë gjithmonë e lidhur me zjarrfiktjen. Ishte ajo që dinte të bënte më mirë. Por tani, pas gjithçka që kishte kaluar, ndjeu se mund të bënte diçka më shumë, diçka që mund të ndryshonte jetën e njerëzve në një mënyrë tjetër. Nuk jam i sigurt se di si të ndihmoj. Sara buzëqeshi. Do ta mësojmë bashk. Pas disa javësh, Mike pranoi ofertën. Ai vazhdoi të ishte zjarrfikës, por një pjesë të kohës e kalonte duke punuar me fondacionin. Ai ndihmonte në organizimin e programeve për prindërit, ftonte mjek për të folur mbi trajtime të reja dhe siguronte mbështetje për familjet që përballeshin me sfida të njëjta si ai dikur. Një vit më vonë, Emily eci pa ndihmën e patericave për herë të parë. Në një event pamërësie të organizuar nga fondacioni, ajo hipi në skenë dhe mbajti një fjalim të shkurtër. Fal babait tim dhe fal Sarës, unë sot kam një shpresë të re për të ardhmen. Mike ndjeu një gung në fyt, ndërsa shikonte vajzën e tij. Ai nuk e kishte imagjinuar kurrë se një akt guximi në një ndërtesë në flak do të ndryshonte jetën e tij dhe të shumë të tjerëve kaq thellë. Sara ju afrua dhe i tha me zë të ulët. Një akt guximi mund të ndryshojë. Mike buzëqeshi. Ai e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i diçkaje të